Do. Pa, mira jo. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë vetëm të madhit Allah, krijuesi ton absolut, krijuesi të gjithësisë. Salavatet tona, selamet tona në këtë ditë të bekuar, nga ky vend i bekuar, në këto momente të bekuara të gjithë së bashku ja dërgojmë më të dashurit ton, më të dashurit të Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotriu të gjithë pejgamberve, Zotriu të gjithë njerëzisë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij, shokëve të tij, dhe për të gjithë ata besimtarë të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Besimtarë të ndershëm, motra të ndershme, mirë se keni ardhur në këtë xhami të bekuar, në këtë qendër të bekuar. Ju falenderoj përzemërsisht nga zemra kryesin e qendrës në krye me imamin tuaj. Ju falenderoj juve nga zemra, vim nga Katari për mi kalu disa momente të bukura rreth librit të Allahu Gjelle Gjelaluhu, rreth Kur'anit, dhe për me i vizitu vëllezërit tanë këtu në këto troje evropiane dhe mu gajlue për dertet e tyre, për problemet e tyre, për sfidat e tyre, që ata ballafaqohen në këto vende. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft me të mirat e tij. O jam mirënjohës që për spari herë po shihemi dhe për spari herë vi në këto troje. Sot ju kom zgjedh për juve disa këshilla nga zemra e Kur'anit. Pasi që jemi edhe në drejtim të profesionalizmit, mufesir, komentator të Kur'anit dhe shkencat koranore, dhe për i ligjerojmë këto landet në universitetet Katarit, në Arabisë Saudite, në Malezisë, e Brunejit, e vende ndryshme, e pashtë arsyeshme që ka të bëjë me jetën tonë aktuale, e sidomos edhe me jetën tuaj këtu, në këto troje perëndimore, jenë disa kaptina apo sura kuranore që ata në mënyrë direkte kanë të bëjnë me shoqërinë tonë, kanë të bëjnë me moralin tonë, kanë të bëjnë këto kaptina me besimin tonë. Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë Koran, o vëllezër të ndershëm, e ka bërë shërim për njerëzit, për njerëzimin në përgjithësi. Shërim nga ideologjitë ndryshme, të gabuara, shërim nga besimet e çoroditura, shërim për sistemet njerëzore të çoroditura, sistemet bashkohore që çpikin njerëzia, po ndonjëherë ja qellojnë, ndonjëherë edhe nuk ja qellojnë. Po Kur'ani, fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu, është i shpallën pi të madhit Zot brenda 23 viteve mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ka qenë periudha Mekase 13 vite, pastaj periudha Medinase në Medinë 10 vite. Për 23 vite o kompletua zbritja e Kur'anit. Normal, në këto vite, këto dy periudha, për me rregullu një shoqëri, për me nxjerr nga teri i mosbesimit, nga teri i shirkut, nga teri i udhëtarisë, nga teri i krimeve të ndryshme, nga teri i amoralitetit, nga teri i vllavrasjes, nga teri i mosdashurisë, nga teri i çoroditjeve njerëzore, familjare, sociale, nga teri i korrupsionit, po
financiar, Kurani o desh një kohë, sa është vështirë për me regullu një shoqëri e mishëroa gjitha këto problemet për një herë. Prandaj, periudha Mekas e 13 vite, i madhi Zot e ka udhëzuar Muhammedin alayhi salatu wassalam që ki kujdes o i dërguari im, mos i ngarko popujt e Mekës, njerëzit e Mekës, po me obligimet shumëta. Përqendro vetëm në besim, përqendro vetëm në tauhid, në besimin e pastër në Allahun xhelle xhelaluhu. Mos kërkon nga ata me njëherë me shku në gjihad me luftu ose s'jen gjendje, se kanë besimin. Mos kërkon nga ata me agjeru Ramazan, se nuk jenë gjendje me kuptue këtë obligim nga i madhi Zot. Mos kërkon nga ata me njëherë mund ndërprej nga alkoholi. Këta gjane njerë vënoj, ma vonë i diskuton, ma vonë i predikon, a në fillim pastrohet besimin e popullit. Në fillim luftoje idhujtarin. Në fillim luftoje do thot shirkun. Edhe kështu ka vazhdu i dashtu një jonë Muhammedi alayhi salatu wassalam, po për 13 vite duke thirë në këtë parim shumë pika të shkurtëra dhe populli i Mekës fillojnë me besua. Torturat vazhdojnë, zullumi vazhdojnë, mbytjet vazhdojnë, masakrat vazhdojnë, bojkotimet ekonomike, bojkotimet sociale, po financiarën kanë bëhë dhe në atë kohë veke kundër muslimanëve, si lloj presioni që të ndalet Muhammed a.s. nga kjo rrugë e shenjtë. Po i dashtu një ynë, lideri i ynë shpirtëror, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk u ndal. Dhe vazhdoi derisa u mbyllën gjitha rrugët. Erdhi koha me lënë Mekën, erdhi koha për me migrua, edhe me shku më një vend tjetër, po ku mundën me praktikua fjalën e Zotit, besimin e tyre të lirë. I urdhroi Allahu që disa të shkojnë në Medinë, migrimin e fundit, para Medinës ju tha atje në Etiopi, kaloni detin prej Gjiddes, kaloni detin e Kuq, dilni në Abisini, atje është i mbret krishter, po është shumë i drejtë, shifni, punën e dhe me thonë të azilimit, apo të azilantave, apo të migrimit, me shku me kërku, paqe dhe rahati, me një vend tjetër, ju tha i dashtu një ynë Muhammed a.s. kaloni në Abisini. Dhe disa shkun në Abisini të mbretin e Gjashi, ishte krishter, po ishte shumë i drejtë. Kishte sistemet sociale të drejta para 1400 viteve, që sot shumica sistemeve në botën arabe nuk i kanë këto sistemet ndaj të hujve. Ndërsa në atë kohë, këto sistemet i ka pas mbreti Abisinis i cili ka qenë krishter dhe i ka strehua muslimanët. Disa shkuna atje, disa ardhën në Medinë, kur ardhën në Medinë, po atër erdhi obligimi i ri nga Zoti, ku do të flasim edhe sot, zbriti kjo sureja e cila quhet Suratul Hujurat. Është mirë me lexuar ku shkoni në shtëpia me familjet tuaja, i ka 18 ajete, po është krejt altan, krejt ari, krejt këshilla që kemi nevojë shumë në për jetën tonë. Kur erdhi në Medinë i dashur një ynë, atë shoqëria e Medinës ke shoqëri e përzier. Aty pat qifut, aty pat krishter, aty pat arab pagan, aty pat do thot që kishin ardhur pi Yemenit ensar, aty pat muhaxhirin që kanë ardhur prej Mekës, aty do thot ishte shumë ishte një përzierje madhe sociale. Aty u desht me vendos themelet e shoqërisë së shëndosh. Themelet, bazat dhe parimet e shoqërisë së shëndosh, edhe zbriti kjo sure, ku Allahu i drejtohet Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe na drejtohet neve, që dhe i shëron këto problemet tona që ka i kemi këtu në përëndim. Ja ju halledhina amenu, o ju besimtar, pasi që i keni besuar me dëshirën tuaj, dhe keni besuar në këtë mision të Muhammedit alayhi salatu wassalam, la tuqaddimu bejne yaday Allahi wa rasuli. Mos u ngutni ju me dal para të dërguarit të Allahut me mendimet tuaja. Mos u mundoni ju me i dhon mendime, opsione të dërguarit të Allahut, se i dërguari Allahut është i zgjedhur i Perëndis, ai ka sistemin dhe Allahu është atë të dirigjue, tu i shpall për çdo ditë
urdhra dhe ligje të reja. Prandaj qeni kujdesshëm, sepse ndonjëherë arabët, beduinët, ata që vishin nga fshatrat, popujt e ndryshëm aty, pak nuk ishin të sjellshëm dhe të kujdesshëm pranë Resulullahit. Dikush prej tyre ngrit kezanin, dikush prej tyre jep ke mendimin e tij, dikush prej tyre nuk e respektoi ke sa duhet, e erdhi kjo sure El Hujurat, ja o të rejke vrejtën kini kujdes. Mos shpejtoni para Allahut dhe para pejgamberit, wattaqullah, ta keni frikën e Allahut, se Allahu po semiun alim, është ka dëgjon çdo gjë dhe është fort mirë i informuar për gjendjen tuaj. Mos u ngutni, çdo gjë i dashur i Allahut do të përgjigjet për problemet tuaja dhe do ta rregullon këtë shoqëri të posalindur, po shoqëri e pastër e besimit që e kalon idhujtarin, e kalon jo besimin, e kalon paganizmin, e kalon krishterizmin, e kalon hebreizmin. Këtë shoqëri tani do ta edukon i madhi Zot. Edhe ishte ky ajeti i parë. Pastaj Allahu xhaleshano po vazhdon në këtë ajet. Apo doni ju me qenë burrat mirë, apo doni me ditë çka është devotshmëria, a dëshironi ta dini se çka është po kulmi i devotshmërisë që Allahu e ka për dëshirë, po o ju të cilët keni besu, la tarfa'u aswatakum 'inda Rasulillah, mos e ngritni zërin në praninë e pejgamberit. Keni kujdes, sepse ata të cilët e ulin zërin para Resulullahit dhe tregon të kujdesshëm, zemrat e tyre jenë me të vërtet zemra të devotshme. Ata ja kanë kuptuar lezetin dhe kajmakin e besimit. Në këtë kontekst, kanë thënë dietarët dhe komentatorët e Kur'anit, nuk bën mungut para dietarëve, nuk bën mungut para ulemave, nuk bën mungut dhe mu tregu ati filozof apo i menqur para njerëzve profesional të cilët jenë të thirrur për me e predikua fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu. Me të vërtetë Resulullahi ka vdek, ka shkuar te Allahu, mirë po trashëgimtarët e Resulullahit jenë ulemaja, jenë dietarët. El ulema warathatul anbiya, dietarët jenë trashëgimtarët e pejgamberëve. E pejgambert nuk ka lënë pasuri që na ta trashëgojmë, po kanë lënë dituri, kanë lënë ilm. Prandaj këto është edhe këshill për neve, në ato gjëra që nuk jeti informuar mirë për islamin, për rregullat e fesë islame, halal, haram, gjuna, ty kjo sure e bereqeqme El Hujurat të ndalon ti me filozofua dhe me dhënë mendime tua se nuk je i thirrur. Të kesh kujdes. Pse? Po vazhdon Allahu duke thënë: Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Ata të cilët jenë të kujdesshëm pranë Resulullahit, ata janë të sinqert, ata janë të devotshëm dhe ata i dëshiron dhe i ka Allahu ja u lartëson shkallët e tyre në xhennet. Po. Pastaj po vazhdon kjo sure e bekuar: O ju të cilët keni besuar, po mos e ngritni zënër kur vini në shtëpizat apo në shtëpitë e Resulullahit me pyet diçka. I dashur në ynë në Medinë i ka pas disa shtëpiza, kasollat vogla, ku ka i pas edhe familjet e veta, i ka pas gratë e tia, pastaj ka nar nga populli, fshatrat, edhe ka ngrit përsëri zërin. Po, Allahu përsëri i ka qortuar: kini kujdes, mos e ngritni zërin. Ngritja e zërit është një gjest apo një vepër e urrëtur edhe sot asaj ditën e shumë në vende të botës dhe në shumë shoqëri të ndryshme të botës. Sidomos që na kemi studiuar në Malizi dhe kemi legjeruar atje dhe në Brunei 10 vite më tepër, ai popull shumë e ul zërin kur bisedon dhe kur komunikon me dikë tjetër. Pse? Sepse ngritja e zërit nuk është gjest i mirë, sepse këtu në xhungull kafshë tjera, krijesa tjera ngrisin zërin. Në njeriu nuk bën me ngrit zanin. Çështu kur kam qenë edhe në Japoni për konferenca akademike atje, ishte çështu një popull i cili fliste me zë tult, jo me bozhur dhe jo me pengu dikujt tjetër. Këto etika koranore para 1400 viteve, dikush i ka pranuar prej shoqërive perëndimore aziatike, ndërsa na shqiptarët edhe arab pa kemi problem. Më falni adhin.
pak e kemi tonin e nalë zanit, pak nuk kemi të edukuar mirë me fol, ashtu me zën të ullët, nuk ka nevoj me ngritë zërin pa nevoj, sidomos në pranin e djetarve, në pranin e prinderve, në pranin e qeveritarve, në pranin e të moshuarve, po duhet të jemi të kujdesshëm. E këto etika, ky kodi etik i suratul Hujurat ka të bëj shumë me neve. Pastaj vazhdon kodi tjetër, se si me rujt shoqërinë dhe se si të përforcohen ata mes tyre. I madhi Zot po thot: ja ju alladhina amenu, o ju besimtar, kini kujdes, tash populli, shoqëria e re fillojnë me lajme, me dezinformata. Nëse ndëgjoni ndonjë lajm jo të mirë konfirmuar, jo të vërtetuar, kini kujdes, mos e përhapni atë lajm, mos përhapni informacione të gabuara, sepse ndoshta më vonë pendoheni, etiketoni dikën që ai është i pafajshëm. Prandaj, sot çka po bëjmë në mjetet e komunikimit dhe në rrjetet sociale, lajme të ndryshme, me njëherë na forward, përcjellë, jemi bë postier, do thot edhe gjynaqar, pa kuptu këtë lajm mirë, pa e verifiku origjinën e këtij lajmit, po me njëherë pja përcjellë të tjerëve. Kjo nuk bën kështu. Këtë Kurani e ka ndaluar, sepse duhet të jemi të kujdesshëm, ta kristalizojmë informacionin, ta vërtetojmë mirë, dhe sa është e vërtet, atëherë do thot marrim hapa dhe marrim masa preventive, e lajmërojmë popullin, e lajmërojmë xhamatin, e lajmërojmë shoqërinë, e lajmërojmë studentët e kështu me radhë. Do thot keni kujdes nga dezinformatat, sepse dezinformatat luajnë rol të madh në shkatrimin e shoqërisë. Me dezinformata, me gënjeshtra, me rrana, sot një popull edhe mundët mu prish mu armiqësua me zveti. Besoj që jeni dëshmitar të kësaj kohë se çka bëjnë dezinformatat. Po vazhdon ajeti pastaj më poshtë në suratul Hujurat, të kodi etik, kodi do thot etik edhe social, se si na duhet të përqendrohemi, ta krijojmë një shoqëri të shëndoshtë të fortë, po i madhi Zotët: wa'lamu anna fikum rasulallah. Të keni kujdesshëm, mesin e juj është edukatori më i mirë, i dërguar e Allahut. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Me bëajmi ju ndëgju juve edhe mendimet tuaja, ju kishit shumë për të hekur dhe për të pasur probleme. Po ai nuk ju ndëgjon juve, ata e dirigjon i madhi Zot, e dirigjon Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj duhet ta ndjekni të dërguar dhe mësuesin tuaj. Pastaj po vazhdon kodi etik në suratul Hujurat, ku Allahu xhaleshanu se si me ruajtur shoqërinë. Nëse ndodh ndonjëherë shoqëria dikush vjen në mospajtim, besa dhe e ngren, do thot luftë i shpallën njëra tjetrës, njëra palë i shpall luftë palës tjetër. Mos marrveshje, po kacafytje, mos pajtime. Çka është obligimi i shoqërisë? Obligimi i shoqërisë sipas kodit kuranor duhet më qu ata me i ndaluan nga kjo kacafytje, nga kjo luftë, nga kjo mosmarrveshje. Pse? Sepse nuk bën do thot na tërim neutral. Duhet ti si person, si musliman, me pas rolin ton pozitiv. Ti me ndikue. Profesor në universitet je, intelektual, po nuk bën me thonë për një çështje shumë serioze, unë jemi pa mbarën as ande as këndej. Jo as ande as këndej. Ti duhesh si ajo banesa që e ka kulmin dhe shtyllat e veta, ti duhesh me qenë i ditur për mendimet e tua. Nuk bën me qenë hipokrit. Me fjalë tjera nuk bën me qenë munafik. Me fjalë tjera nuk bën me kap shtagën 50-50 në mes, katë hanon, po ana interesi politik e financiar, unë me këtë parti apo me këtë parti. Fjala e drejtë, qortimi, këshilla e drejtë, duhet të flitet do të thotë në emër të Allahut dhe për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Kështu na mëson suratul Hujurat, kjo kapitull me 18 ajete e cila është zbritur në Medinë Munawwara. Pastaj vazhdon kjo kapitull se si me përforcu shoqërinë tonë, dashurinë tonë, në mesin tonë, edhe këtu në Perëndim, po edhe në Arabi i kemi këto problemet aktuale. Çka janë ato problemet aktuale? Po Allahu xhelle xhelaluhu thot, po innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër, fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah. Keni kujdes, ruajini vëllezërinë tuaj, mos bëni shkaktar për me thyje vëllezërinë tuaj për çështje sekondare, për çështje personale, po duhet të ruhet vëllezëria islame.
Ky kodi etik moral në suratul Hujurat shumë na kushton rëndësi vllazërisë tonë që ta ruajmë vllazërinë tonë ashtu si duhet. Pse ja Allah, pse po vazhdon kodi të suratul Hujurat? Ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Mos tallet një popull për një popull tjetër. Një shoqëri mos tallet me një shoqëri tjetër. As mashkujt, as femrat, as burrat, as grat. Pse ja Allah? Asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'. Asa an yakunna khayran minhun. As grat nuk mund të përqeshin palën tjetër. Se ndoshta pala tjetër, ju çka i po i përqeshni ata, janë më të mirë te Zoti se sa na çka po i përbuzim apo po i përqeshim ata. Prandaj, secili do ta shikon gjendjen e tij personale, ta kontrollon gjuhën e tij personale, ta kontrollon sjelljen e tij personale, moralin e tij personal dhe mos ti etiketoj të tjerët se janë vija të kuqe, janë të ndaluara rrepsisht se bën shkaktar këto etiketime me t'i hub krejt se vapet. Krejt shpërblimet me t'i hub, fillimi i suratul Hujurat, kështu na mëson neve. Pastaj po vazhdon ajetit suratul Hujurat me rujt etikën vllazërore, po wala tanabazu bil alqab. Mos i ndiqni njëri tjetrit llakape mbi emra. Unë e kam emrin për shembull Hasan, Hajrudin. Mos më thirr me një emër i cili më ofendon dhe më ul dhe prek në moralin tim dhe në personalitetin tim dhe në dignitetin tim. Prandaj keni kujdes. Thirrni njerëzit, shokët, shoqet, fëmijët tuaj me emrat më të bukur. Ku je o trimi jem, ku je o sultani jem, ku je o i dashuri jem, ku je o i bia ime, ku je o i shtrejnëta ime, si për mashkullin, ashtu edhe për femrën, si për burin dhe i gruas me thirë me emrat të mira, qashtu edhe gruaja me thirë burin e saj me emrat të bukura që ka qef buri. Pse? Këto emra dhe thot japin motivim, japin dashuri, këto emra dhe thot mbjellin akoma më shumë sinqeritet dhe vllazëri dhe na bëjnë më të afër dhe më të sinqert ndaj njëri tjetrit. E shoqëria Medinës fillim ka qenë përzier e kanë fillu populli me etiketon njëri tjetrin. Allahu qysh para 1400 viteve, po i ka ndaluar këto përbuzime, këto ofendime, këto do të thotë thirrje që e njollosin, e ulin dignitetin e njerëzit. E sot në këto shoqëri perëndimore, në perëndim, po edhe në Arabi, e kanë botani edhe me ligj abuzime do të thotë personale, bullizime me fjalë tjera çka pe përdoren në për shkolla fëmijëve, ndonjë fëmijë është pak i shëndosh, të tjerë tallen me të, po ndonjë vajzë është pak me shëndet, vajza tjera tallen me këtë. Kjo është vepër ndaluar dhe urrëtër. Këtë kod kuranor, këtë moral kuranor o vëllezër të ndershëm, mos harroni në suratul Hujurat duhet ta përhapim edhe publikun ton, ta publikojmë dhe ta printojmë edhe në xhami kodi etik kuranor për ruajtjen e shoqërisë. Shumë kemi nevojë na për njëri tjetrin. Shumë kemi nevojë na ta përforcojmë njëri tjetrin, prandaj duhet të ecim sipas direktivave kuranore që i Madhi Zot na ka kriju dhe e din se mu çka më bën hajër, çka më bën mirë. E din. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk din ai i cili ka kriju çdo gjë për neve çka duhet? Padyshim se din. I Madhi Zot xhella xhelaluhu. Vëllezër të ndershëm, duhet më ndal patjetër se ka kaluar pe orës 12:33 minuta, shkaku i kohës dhe punës tuaj, e do ta vazhdojmë kodin etik tani në hutbë me kapitinin tjetër. Ju falenderoj përzemërsisht për kohën tuaj, për respektin tuaj, për ndëgjimin tuaj dhe i lutem Allahu xhaleshanu me zemra të sinqerta, më na fal gabimet tona, më na fal gabimet e prindërve tan, mësuesve tan, problemet familjare që i kemi. O Allah, nxjerrna nga këto kriza. Të gjithë prej nesh kanë probleme të ndryshme. I lutet Madhit Zot në këtë vend të bereqetshëm që Allah më ju ndihmo gjithëve, juve dhe neve, dhe mbar besimtarëve të botës që ballafaqohen me këto kriza. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nderuar kryetar, kryesi e qendrës, të nderuar xhamatllin, vëllezër dhe motra, kemi nderin që sot e kemi nga musafir profesorin e nderuar, njëherët edhe profesor Timin, gjatë studimeve në Brunei. Lutem Allahun xhaleshanuhu që ta shpërblej me të mirat e tij. Profesori i nderuar ka qenë, siç e përmendi pak edhe ligjërues në disa universitete islame,
është autori shumë librave në gjuhë të ndryshme, pjesëmarrës në shumë konferenca e shumë arritje të tjera. Pra është krenari dhe është kënaqësi e madhe që sot është në mesin tonë. Në pika të shkurtra t'ju njoftojnë gjithashtu edhe me aktivitetet që do t'i ketë profesori i nderuar sot dhe nesër. Profesori do ta mbajë dhe hutben sot. Pas namazit të yatsis, profesori i nderuar do mbajë ligjërat seminar për të gjithë imamët e Oslos që janë këtu, do t'jetë seminari në gjuhën arabe. Nesër ditë e shtunë në ora 12, profesori do t'jetë në qendrën shqiptare në Dramen, ku do të mbajë një ligjërat atje. Ndërsa në mbrëmje nga ora 6 do të ketë tribun islame tek qendra tjetër shqiptare që është në Tvajta, kështu që ju ftojmë edhe juve të merrni pjesë atje dhe të dëgjoni profesorin e nderuar ligjëratën që do ta mban atje. Gjithashtu mos të harrojnë që nesër në mbrëmje nga ora 8:30 profesori do të mbajë ligjërat të veçantë për djemët dhe vajzat tona të qendrës, ku janë të ftuar edhe prindërit gjithashtu. Lutem Zotin Xheleshanu edhe një herë që profesorin ta shpërblet për këtë angazhim dhe lutem Allahun Xheleshanu që gjithashtu të kthehet shëndoshë mirë atje ku jeton, vepron dhe punon. Faleminderit. Selam aleikum. Selam Zotë shpërblet. Allahu nderoft të gavosh. Faleminderit shumë doktor. Allahu shpërblet. MashaAllah, hareket bëri forte. Ja Allah, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله تلوم قوية تموت فيه. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية رفعت اللهم مقامه. اللهم صل على محمد. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد. Me vërtet gjitha falënderimet përsëri i takojnë Allahu xhelle xhelaluhu. Gjitha lavdatat atij i drejtohemi me këto lavdata. Atij i qofshin fal. Atë falenderojmë nga zemra që na ka krijuar dhe na ka dhënë gjitha të mirat i madhi Zot. Atë falenderojmë ashtu se ka falenderuar ai veten e tij në Kur'anin famëlar në shumë ajete. Salavatet tona, selamet tona ja dërgojnë zotriu ton, të dashurit ton, liderit ton suprem, Muhammedit alayhi salatu wassalam, shpëtimit të njerëzisë, shembulli dhe mostra e budhnisë dhe moralit të mirë dhe kodit etik moral hynor, shembulli të mirësisë, shembulli të mëshirës. Atij i drejtohemi me përzemërsisht dhe sinqerisht që Allah xhaleshanu të na bashkojë gjithëve në xhennet. Na mundsoj që nga dora e tij e bekuar me pi ujin e Kautherit, që kur e pim atë gotë ujë, kur s'kemi me të ndi të uritur dhe të heshtuar. Allahu na bëf nasib gjithëve ya rabbal alamin. O vëllezër të ndershëm, besimtar, o ju djem të ri, po vazhdojmë me kodin etik që e filluam në suratul Hujurat. E kemi edhe një sure tjetër në Kur'an, që është harta e muslimanit, quhet suratul Luqman. Do shta e keni dëgjuar zonin Hazreti Luqmani, suratul Luqman. Hazreti Luqmanin e ka përmendur Allahu xhaleshanu me një kaptin me 34 ajete, po që ka zbrit në Mekë. Po. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. I kemi dhënë shumë dije dhe mençuri Luqmanit. Shumë dije dhe mençuri, Allahu po thot. Dhe falenderoj Zotin për këto të mira që ti ka dhënë ty, o pejgamber, o i mençur, o burr i mirë. Falenderoj Zotin. Këtu ka mësim edhe për neve, në mënyrë indirekte, o musliman, o muslimane, çdo të mirë që ata ka fali madhi Zot, në shëndetin tënd, në familjen tënde, në jetën tënde, në karrierën tënde, në punën tënde, në mësimin tënd. Po falenderoj Allahun xhelle xhelalu. Njesh mirënjohës se këtë e ki nga i madhi Zot. Edhe dituria duhet me të bëj insan, me të bëj njeri, e jo me të arrit mendjen, e me të bëj runa Zot, jo insan. Prandaj edhe nëse je i ditur, duhesh me falenderoj Allahun për këtë dituri. Se dituria është rizk, o rizk sikurse puna, sikurse rroga, sikurse shëndeti i mirë, sikurse familja e mirë me fëmijë, po jenë rizk pi Zotit. Prandaj edhe diturinë nëse ta ka dhënë madhe Zot shkollën, je bo inxhinier, je bo arkitekt, je bo profesor, je bo filozof, falenderoj Allahun dhe përdore këtë dituri për të mirë e jo për të keq. Numër 2, Allahu xhaleshanuhu thot përkujtone, o ju musliman, kur Luqmani, që ky burr i mequr, që ky pejgamber i tha djalit të tij, birit të tij, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ja bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. O biri im, pasi që Allah më ka dhënë dituri, e më ka bën shumë të ditur, po
ki kujdes nga shirku, nga idhujtaria, nga qaroditja. Mos e haro Allahun madhin Zot. Se nëse e haron Allahun, e haron besimin dhe futesh në filozofina të ndryshme, sikurse që kemi sot disa profesorë, disa intelektual, jenë infektuar me filozofinë e Kantit, filozofinë e Hegelit, filozofinë e Nietzsches, filozofinë e Marxit, filozofinë e Aristotelit, e Platonit, e tjera, në vend se ata menqenë ma afër me njoft Zotin, ata përbën faktor destruktiv në shoqërinë tona, në për debate televizive, në Kosovë, në Maqedoni, edhe gjetiu, po jenë anti-islamist dhe po jenë kundër fese, kundër njerëzis. Kjo është shkatrim, kjo është humner, mjerim, vajhalli për ata, që fund do të pendohen, por do të jetë vonë. Pisat Lukmani djalit ti, mos bën shirk, mos e rrit mendjen, mos e haro Allahun xhelle xhelaluhu, se shirki, po idhujtaria on zullumi madh, padrejtësi e madhe. Tani këtu kjo sure, shumë pika të shkurtëra, po dhe me në tregu relacionin prind, fëmijë dhe fëmijë prind. Allahu xheleshanu ka thënë tani kështu: o djali mirë, tash baba pasi që po të këshillon tyje, me qenë buri mirë, djali mirë, mos e haro se prindi yt, nëna jote, edhe babai yt, sidomos nëna, po ka pas mundime të mëdha në barkun e saj që të ka barë tyje 9 muaj ditë dhe të ka ushqyje me gjim, po plot 2 vite, ty do të thot me të shëndosh dhe ty me të vendosni me këmbët e tua në këtë jetë dhe me qenë ti ashtu si duhet. Mos e haro këtë mirësi të madhe që nëna ta ka vënë. Wa wasalna al-insana bi walidayhi. I kemi këshilluar njeriu amanet pi Zotit, ki kujdes ndaj pleqve, kini kujdes ndaj prindërve. O ju djemtri, kush e ka babën dhe nanën gjallë për jush, shpejtoni me hinë gjennet prej këtyne dyrëve që ka janë të hapura akoma si në mbyllë, s'kanë vdek ata dytë. Se pasi që të vdesin, pak bëhet vonë dhe do të pendohen shumë. Prandaj nëse i ki 2 dyrë të gjennetit gjallë të hapura babën dhe nanën, aman, sillu mirë me ta, t'jesh i mirësjellshëm me ta, t'jesh i mëshirshëm me ta, t'jesh i butë me ta, t'jesh i durueshëm me ta, se kur plakën, shtohen kërkesat, shtohen ankesat, shtohen kritikat, prandaj mos e haro këtë sa ata kur ke qenë ti i vogël, ata tyje të kanë rrit dhe të kanë bajt barkë nëna jote, e prandaj tani duhet e mira mu kthy me të mirën. Shqipni si edukon shoqëria islame, si edukon shoqërinë, si edukon Kurani fëmijën ndaj prindit, e jo prindin plakin nanën me qunë në shtëpi të pleqve, jo me qunë dhe me kthy shpinën nanës apo babës, dhe mos më interesu financiarisht për ta, mos më interesu materialisht për ta, dhe mos më interesu emocionalisht për ta. Kjo nuk është kodi i muslimanit, kjo nuk është etika e muslimanit. E Lukmani a.s. për të djalit, kini kujdes, mos bën shirk, mos bën zullum, dhe mos e haro babën dhe nanës, ata shumë kanë hek për tyje ti kur ke qenë i vogël. Po vazhdon Lukmani të i thënë djalit: o biri im, ja buneje, innaha in takun mithqala habatin min khardal. Ta kesh me dije, ditunia e Zotit është shumë e gjerë, shumë e hapur. Allah din çdo gjë. Edhe sa kokra e grurit me qenë dikun terin më të madh, Allah e di që këtë natë të tërshme është aty një kokër e grurit, është një kokër do thotë e i bime dhe i din me numër çdo bim dhe çdo gjethe, çdo lis dhe çdo krijesë. Diturisë e Allahut asgjë nuk i shpëton. Lukmani i pyet djalit e tij: ja buneje, o djali im, o biri im, aqimi salat, wa'mur bil ma'ruf, falë namazin, gjithmonë fol fjalë të mira, t'jesh i mirësjellshëm me shoqërinë, t'jesh i mirësjellshëm dhe i butë me kolegët e tu, me vëllezërit e tu, me motrat e tua, me shokët e tu, me komunitetin tënd. Wa'mur bil ma'ruf, gjithmonë t'jesh i mirësjellshëm. Wasbir ala ma asabak, prandaj edhe bën sabër. Ndonjëherë jeta të godet, vjen ndonjë goditje pi jetës, ndonjë sëmundje, ndonjë problem, ndonjë krizë, po diçka, bën sabër, se çështo e ka jeta. E prandaj mos u dorëzo. Ti jesh burr i mirë, të jesh djalë i mirë, të jesh i sinqert, të jesh gjithmonë me Allahun xheleshanu, të jesh produktiv. Po ndonjëherë nëse vin goditjet, tramet, baticat, zbaticat, po bën sabër. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmi al-umur.
se me të vërtet kjo janë çështje shumë e rëndësishme që nuk bën mi harrua shoqëria. Pastaj Lukman alayhis salam pi thot djalit i tij, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas", kesh kujdes nga mendja madhësia, mos e rrit mendjen, mos u trego dhe mos u bë arrogant, mos i shikon njerëzit me sy të keq, mos i shikon njerëzit dhe thot me mendje madhësie dhe me ofendime dhe me nënçmime dhe me përbuzje. Po, dhe mos ecën në mbi fytyrë të tokës në mënyrë do thotë që nuk i ka hije një muslimanit dhe një krijese, se për madhëri i takon Allahut madhëria. E ti edhe on jemi të dobët, jemi krijesa të dobëta. Prandaj, ky kodi etik në suratul Luqman duhet të mësohet, përmendesh edhe në suratul Hujurat, të shkruhet me shkronja të arit dhe të mësohet në për shkolla dhe në për familje, në për qendra kulturore islame, që na ta respektojmë njëri tjetrin. Mos arrisim mendjen para njëri tjetrit. Po mbaron ajeti i suratul Luqman, po waghdud min sautik, ule zërin, mos e ngritni zanin. Kompleton suratul Luqman, po kompleton suratul Hujurat. Kurani është zinxhir, është brekulli, përsëri konfirmim në mos ngritjen e zanit. Tani zanin ndoshta dikush u ka ngrit me zë, mirë, po ka mundësi me makinë me ngrit zanin, po ka mundësi me motor me shqetësua publikun dhe fqinjet ku jeton në lagje se ku jeton. Prandaj nuk është kulturë e jona që as me makina, as me motora që i ngasin motorat, apo as me diçka tjetër me pengua dikon tjetër. Të t'jemi shembull në shoqëria islame për këtu në perëndim, edhe kudo që shkojmë të jemi në rrugën e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. O vëllezër të ndershëm, Allahu ju boft juve dhe neve ashtu si ka qef i madh i Zot. Thuani amin. Allahu na bën prej shoqërive më të mira, familjet tona, fëmijët tanë, nipat tona, por na i bën prej atyre burrave të mirë që i besojnë Allahut, nuk i bëjnë shirk Allahut, janë të sjellshëm ndaj familjes, janë të mirë sjellshëm ndaj shoqërisë dhe komunitetit. Allahu ju bekoft, Allahu ju nderoft për nderin dhe respektin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala. I drejtohemi Allahu Gjelle Gjelalu në këto momente të bereqetshme me zemra të sinqerta. Dita e gjuma është shumë dita e bereqetshme, shumë dita e bekuar. Është një moment, thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu përgjigjet lutjes së besimtarit. E dietarët islam, ulemaja, e kanë debatuar kur është ai moment, ai dakik ku bëhet duaja kabul. Disa kanë thënë kur hyp imami në hutbe, në minber, tu ligjërua. Disa kanë thënë tu fal namazin. Disa kanë thënë pasi të jep selam. Disa kanë thënë der gjeb në kohën e ikindisë është ajo koha bereqetshme ku duaja bëhet kabul. Hajde pra të ngrejmë duart së bashku te Allahu xhaleshanu këto momente të bereqetshme dhe t'i lutemi atij me zemër, më na e pranu lutjet tona, më na e fal gabimet tona dhe prindërve tan. Amin ya rabbel alamin. O i madhi Zot, të lutemi me emrat e mirë çka i ke dhe me cilësitë tua të larta që vëllezërve tan dhe motrave tona tua falish gabimet e tyre, prindërve të tyre. O i madhi Zot, të lutemi me emrat e mirë çka i ke, që për hatër të Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe për hatër të Kur'anit të madhnueshëm, të na i pastrosh zemrat tona nga çdo veti e keqe, ya rabbel alamin. Të na bësh të sjellshëm, të edukueshëm, të vyeshëm, ya rabbel alamin. Runaj neve dhe vëllezërit tanë dhe motrat tona nga çdo sëmundje e keqe. Runaj neve dhe vëllezërit tanë dhe motrat tona nga shoqëria e keqe. Runaj vëllezërit tanë dhe këtë komunitet të bereqetshëm, ya rabbel alamin, nga çdo rrezik. Runaj neve dhe gjithë muslimanët e botës kudo që të jenë nga sherri i atyre armiqve të dinit islam çka na i dim dhe nuk i dim, ya rabbel alamin. O Zot, bëna të vyeshëm në këtë vend, bëna shembull për të tjerët, bëna neve shkak dhe sebeb që të tjerët me pranu islamin, ya rabbel alamin. Bëna neve të vyeshëm që na me përsjell mesazhin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, mesazhin e Luqmanit alayhi salam. Bëna neve të bereqetshëm, ya rabbel alamin. Fjalën e fundit, ja Allah, na mundso që ta kemi me shahadet, me ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin, amin, ya rabbel alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Drejtoni safin, drejtoni reshtin. Drejtimi i reshtit është edhe plotësim i namazit. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.